drejtësia keqe, ky gjykat kështu, ma bënë kështu, ma bënë ashtu. Flitet që në institucionet tona ka gjithçka tash. Tregona pak për Amerikë, çu të do kur shkova. Amerikë. Mirë mrama, sonte musafir në podcast, Ilir Podcast e kemi Artan Hadri. Artan Hadri është një shok jam, është një shok i shokëve tonë. Me Artanin e kemi një histori shumë të mirë, dalim në shumë aktivitete që mirën, po që është mas interesanti që bu kemi qef me ditë na, me nxerr diçka për Artanit, është rrugtimi i Artanit deri sot ku është. Për ndryshe, Artani është edhe një farë menaxheri me një vend shumë të ndihshëm. Po, gjatë kohës do ta mësojmë. Artan, mirë se erdhe në Ilir's Podcast. Mirë se qeta, Ilir. Knasime kom nga te këto prap. Knasim podcast, se kështu në për kafe, në për neje, në për ku i kemi, ti e din, je ketë ma ndryshe. Artan, qysh je me shëndet? Mirë. Ke pas do të lashe kone fundit. Mos rthuj mirë, se si e mirë. Mirë. Qysh e ki komën, tha një fardore. Një fardore. Qa po bën me atë komë, myta të eftë? Myta. Jo tash kjo tjetra. Cila? E majta tash. Një fa do këputjet ligamentit do. Po këtë s'kiem, garant. Qa po lip s'kiem, bre, Artan? E vove trupi vjetër me një re. Po të shtin, bre, po të shtin me zort. Veç që dorën e djathë e ko mirë. E me novanit, do me thonë majtën lëm, dy kom të lëm, gishtat. Veç dora majtë? Mirë. Herën e fundit e patë një intervenim të doktor Sabiti, Slavniku. Po të ashtu gishtin edhe brit pak, i lëndova pak me motor. Kur jërëzu? Për motor kime na kalzu, ma vonë pak dikur kena me të vetë, ma vonë. Tash a jema mirë? Ma mirë, tash jem veç me një shtak, për 2 shtaka, do me thonë për parim, për një 2 javë për pres, mu këtyn motor pak, ka me bo një aktivitet, se koha mirë. Ku me nëzis pret, Gjëtia ti kisi vjet, i thymje kon të na. Vjet edhe si vjet, plus Aleksi na u plak pak. O plak Aleksi, sa vjet i buni? 13 i bon qëshor. Aleksi për ndryshe është një German pointer, long hair. Wired hair. Wired hair. Edhe është Aleksi Gjani Pesnik, legendar, i këtë ekipës tonë, është plak, sa vjetë the? 13 i bon. 13, pasha. Nuk po nin mirë është të kom të mrama pak si zakonisht. Si naqë. Sigurisht, me komi pas ka gazdës. Tash, dorën të Sabiti e regulove, komën e thejeve me motor. Këto tjetërën ligamentet në skim, Brezovica, baj? Brezovica të veni. Pse Artan bre me këto? Jo, qëre, është pak probleme dhe ditë ngarku me stresi, jo pregaditja fizike, edhe kjo ndikon, do me thonë muskujt, kështu që çdo të lëndim po shkon në nyje. Ti faktikisht po sikur ta bokserat, hajse unë një bokser i forës, mani si del tap. Po në YouTube unë po si del tap me të parë ndërza kush më noli dritat me vëllezi. Artan, apo na tregon pak lutem se e di që edhe publika kanë qef me ditë edhe shikues ton kanë qef pak me ditë Artan Hardi çka është. Artan ti ke qenë në Amerikë, si i ri e shku studime, po. Qa ke po në Amerikë? E kemi shok Valonin nga Gizën atje? Valonin Kolicën. Kolicën. Valonin, po e kemi, kom një shok, do me thonë si vlazën, jemi Valonin, në më karak, shtu me shku e më këthy disa herë, kom shkoj ende, do me thonë gati çdo vjetë, shkoj, mos tash, nëse kur gjo shkojmë për gjëti, edhe ato kemi me thonë, do të thotë po kom pas fillu këtu një ko, normale, kom përfundu studimet, kemi vazhdu me një JD certifikat për në drejtësi. Kom ka bo pak ma gjatë, normal se jemi shkojmë i këtu, kemi punu këtu. Qëfar viti po folim? Po folim vitin 99, do me thonë mas luftës. E tutje, dukon vitin 2003, unë e kom marrë certifikatën apo diplomën. Edhe prej atëherë, unë e më kone edhe faktu punu në atëherë në Agjensi Kosovë Art Pronës, po kom pas mundësi se kemi pas shumë ditë akumulu me pushimit në atë kohë, dhe më ka rak shtu me shku, me shkomi në disa muj, po më në fund e kom arrit me marrë atë diplome dhe tash për tash do me thonë jam i diplomum në fushë drejtësisë, por në përveç e kom JD, konsiderohet diçka më analt se masterit e na, po nën doktoratur. Do me thonë mes masterit edhe doktorit që aty e PhD e juris doktor, thirët, po nuk është do me thonë diplome dhe në gjatë nostrifikimit kom pas shumë probleme me nostrifikuse, nuk njihet të na. Nuk e di. E ka vetëm Australia edhe Amerika më zgabofsha qëtë nivel, edhe kështu që me gjithat e kom nostrifikume në original, nuk kanë mujt me baraz vlerësu, me gjithat është okej. Me koeficient je vesh në master degree. Po, mi, edhe do të thot prej atër unë kom pas gjithmonë kom punu, muj me thonë drejt që nuk kom marrë asnjë herë, do me thonë pare apo rrogë prej buxhetit Kosovës, asnjë cent. Asnjë cent? Asnjë cent. Edhe sa kontributin e ke dhënë Artan? Ka kontributin, do kontribute tjera që i marrë, nuk i kom marrë korë për veti. As ato? Ja, nuk i kom marrë. Edhe, do me thonë,
rroga ti marr që shumë vit domethënë prej organizata ndërkombëtare që 7-18 vitet e fundit që me USAID, projektet zakonisht në sistemin fuqizimin sistemit drejtësisë, edhe ku jam edhe sot. Bravo. E kësi ti do me thonë s'ke marrë kur artan për shtetit. A ke dhonë për shtet? Besom shumë se ti ke dhonë edhe ma shumë se sa që duhet me dhonë. Edhe s'ke marrë ato, s'po du me i anena, s'po kom qef. Nuk po du, s'po du me të ngucat, s'po du as me fol. Ka me orë koha kur kanë me fol. Faktet, kanë me fol canët. Ti ke kontribu në anën financiare. Financiare, një ditë e këshira shumë po jepsha pare. Një ditë bona do barazime, besome, sikur na krejt që jemi me rroga, kredita në tona ontë, edhe e këshira ku po shumë po jepsha, ta shumë se di sa paguhet një polic, vetëm po mënej një ditë të mënal një polic, arvalla një 3 si ju i paguj po mdo këtë mujt. Zdi kështu adem kore logarita, bash shumë po jepsha. Besom nuk i kom këshira asnjëherë. Në Amerikë, tregona pak për Amerikë, qështë të do kur shkova? Amerika, tash logaritone, kam rame qente valonin Texas, edhe që Texas. Texas nuk është ato e Texas. Që që Texas. Shështë të vra, pa. Ka u sel qenë po. Në video e lojna. Texas e thujnë shumë është. Texas është veni madh, shteti madh, shteti pasun, krasi me shtete tjera. Më ka ra përmi 17 shtete, 20 shtete në Amerikë me qenë, kështu me kalu me vetur. Do me thonë nuk ka shumë sheja, momentin kur futesh Texas e vren Texasin. Qysh? Ose ashtu i posun, kerët e mdoja, rrugët ma gjonë, njerëz të mdoj, femrat e mdoj, qashtë kaubojka. Pa të thonë njerë, për në isha në Londër kamarjerë dhe erë një Amerikan. Edhe pitina e pa ta marrë edhe stilin. Edhe po në tha, më falë, tha, kush në shërben neve këtu? Tha shun, tha psanin e parë, më dha t'i shkandor. Edhe unë e këshyra të ratë 50 funta. Tip to start with. Ato edhe ishtina në gjep, Amerikan, o sheke i madh, ato një farë sako këto, i pa kompleksum, por ose t'ke shumë. Unë isha me kalzu që mos se s'ki nevoj se pizza, pasta, veç bërë, mushe, ato, edhe po e bëj thash, unë i du, thash Amerikan. Tha pse? Thash është gjithë shka, thash është e madhe, me gadomane, thash, ajo, banesat e maja, kjerët e maja, shpia, parkingit, ja ku po thash edhe femnat e kanë mdoja, që tha femnat. Interesant, do me thonë Texasi e pas ka. Qa ashtu, shumë i madhë, do me thonë vijat e parkingit janë, gjithë shka është e madhë, gota ujit, se ne pinë, se të na që ka që gota, gjithë shka, frigideri aj me ujë që është e koqë, këtë ndryshë. Kofja e madhe. Gjithë shka është e madhe. Ato Starbucks, take away kafe, këto që i bujnë. Merë në qantë. Se se ne bandon. E qka për isha tjerë, ta? Jo, nuk më karo, me punun e kom shokun e fort. Aj, lumi, ti pas ke bo qef. Kom bo bash qef. S'kom bo, po me gjithat, do të thot, kom pas për kraje shumë të madhe, thash Valone kom si shok, si vlla, na ka ra mirë me gjvetu Valone dhe këtu bashkë me gjithë ty kemi qenë. Po, kemi dalë gjveti me Valonin. Aje ka atë pasion, alo vazhdon, do të tash ka marrë. Pesho është shumë aktiv Facebook me këto, me qat, i ka marrë dhe i dyshen dy. Po, fatkeqësisht e ka hum njonën prej qenve para disa muj, ka marrë një të vogël tash. Ai vëq vazhdon. Ka pas me smuje diçka lloj kanceri qenë. Shumë interesant se na kemi edhe këtë kennel, që shme ton tash Barsusen, këti llojit qenet e kemi të regjistruar në Texas në veç për viti 2002. E keni marrë prej Gjermanisë me sa e ti? Po vijat këtë janë domethënë linje e pastër gjermane, ndoshta për qenëve të parë në Amerikë që i kemi pru tamam ligj gjermane. Me pedigre me ato me komplet dijet trungu familjar që i thonë. Ja unë se di, te baba manal dias. Edhe na çatu jemi. Me qen po, me qen edhe bukur e pata marr Brunon ti atë kujtohet. Ato kur me çetën atë trungun tha ka babën këto nonën hungareze, babën gjerman, djalin i miqës në Francë. 3 atje ku. Po kjo problemi se përzimja, do me thonë, barsimi kur bëhet mos me pas degenerim të klinisë, të vijës me thonë. Jo se në Turqi për shembull, për çato kanë të lashe. Po ai ma ti marri çika ato. Çato problemi, do të më bile 4 gjenerata që më smujt me barsu qend, kështu që është shumë logjike. Të qend. Aha. Edhe atje mandej që ashtu disa vite më ka ra mu kthy këtu sa herë me shku mu kthy deri sa e krytëm ata bashk, po më isha Valoni veç u kon tu punun atë kuaj pa të marr master, ajo është programer me gjithë bashkëshortën me grun. Në vitin 2003 dikun një mardhën e këtu, jo dikun po vitin 2003, edhe mandej qëto veç kom vazhdu me Agjencion Kosovar të Pronës deri baja gjatë, mandej kom kalu
kom pas një punë bajegi sensitive në atë mini vettingin e gjyqtarëve prokurorëve në Kosovë. Ajo ka qenë fare sfide. Që aty kena me nxjerr patirën të mundshme me na kallxu pak rrethonat ato situatat komi Artan folshin në për naja kur rritet dina unë mashonrinë për kafe. E nisha kush po vikta ato 2 lidhje me krysi kanë Sandsdin. Është e vërtetë. Qëre, do më thonë ekipa që u konë IJPC kanë thonë Independent Judicial and Prosecutor Commission komisioni për vlerësimin e performancës. Po më ne çashtu diçka për prokurorëve dhe gjyqtarëve. Besom ka qenë ekip shumë e përgatitur. Ajo është do më thonë thirrët edhe me pikën 150 Kushtetutës Kosovës, do më thonë ka qenë nevojshme mu kriju një qasi komisioni. Besom një qa u bo aty është punë shumë e shkëlqyeshme. Fatkeqësisht masi u mbyll çaj program, do më thonë janë bo disa lëshime, po të e marë parasysh numrin e dëshirueshëm që dash me pas prokurorëve e gjyqtarëve, do më thonë nuk ka pas, se na kur kemi fillu me bo testin e etikës, përmit 80% gjyqtarëve janë ra. Edhe dash me zvoglu ata ceiling që i thonë atë kapakun për me ul pak se i kanë rënë 100%. Po, ran shumë. Është e vërtetë se kanë bëu pak edhe kanë neglizhuar me thonë farforme. Ai kanë njëk trajnimet që keni dhënë ato. Po, mandej veç u shku janë forcu pak masat, edhe çka ka qenë e mira është që rundi i parë i gjyqtarëve edhe prokurorëve që janë përzgjedhur, që me të vërtetë kanë qenë kajmoko, ata kanë qenë pjesë e komisionit mandej. Ata kanë qenë pjesë e paneleve përzgjedhëse për kryetar të gjyqtarë që shumicën e kemi edhe sot. Po për mu çka është më thonë shumë një arritur në shumë interesant, unë i kom pas te edhem flok të gjata 25 vjet bish. Do me thonë në çat edhe kom pak më plot ata. Po, e kom pas bagi plot, ju më kon një trash. Po vjen kesh me thonë një trash, po e kon për më trash. Po, e kon një kilo i kom pas. Mashallah. Mandena që ajo konë për mu se diçka ka qenë shumë si punë serioze, edhe u dasht mi prej flok që u konë për mu një fara rriton shumë se kesha një qashtu është do me thonë është mentaliteti. Normal. Profesor në ki gjysh labatash, gjykatësin e ki, ama jo primet gjykatës, nuk është vesh... E po verostin e fundit në Amerikë. Gjyshtarët republikan, do thonë votun drejt, në fakt drejt për qëto rastet që në kam bunë me Trump, kundër Trumpin, në fakt. Po diqysh qashtu një farë perceptimi, një farë para gjykimi, edhe i preva flok tonë, se isha faktikisht në komision, isha me para këtë gjyqtarëve, tash mos të përmenim gjyqtare prokuror që me namë sot dhe kryetarë supremeve tash. Kështu që ka qenë një punë shumë e mirë, do me thonë që ka është mujtë mu bo është bo, ka pas fatkeqësisht edhe gjyqtarë që nuk kanë vazhdu tutje, nuk janë rriemru, kanë arë gjenerata të reja, që edhe sot vazhdojnë të vinë dhe me të vërtet mburë me qatë koqa kemi pas një menaxhem të huj kanë qenë përzim pak edhe Amerikan, po drejtonin kemi pas danes, se danes të kanë si që me thonë etike, nuk din me rrejt. Mi thonë, qka do mi thonë, qka dush i thejsha ati pitri, ta i gjithë shka më besoj ke. Po i mënoj ke që qashtu, edhe pse rrejshim ka pak. Qashtu kem qef, kështu që kemi kalu, do me thonë që atë i kom su, muj me thonë bajegi shumë sana, kjo kom viti 2019, më zga bofsha. Alo konsiderohet qaj mini vettingi, më ndaj fillun këto qeveria jo me këtë vettingin e madh që spyllës diçka nuk po bën. Se më ku po çaloj Martan. Po tash s'po di për vetting tash çka mundon me bëj. Ai këshilli gjyqësor me të vërtetë është forcu. Ka tash po më ka kapacitet e vetë, ka mekanizmat e vet që ato duhet pak janë tu i apliku më shumë. Edhe deri no sa nuk shtjerrën që to ndoshta është mirë me bën. Ndoshta, po për tash që s'ka të shku mirë. Po më mirë se sa shumë që u kon. Kush është sistem 10 vjet edhe tash me po është do me thonë ndallimin pozitiv po flas. Po ndërkohë ka probleme, si cilën institucion, si cilën zyre ka probleme. Po shumë janë më të vogla, po në krahasim me vitet më herë. Po e ke po derisa s'po provojmë na, edhe nuk pe kemi një fat mu ballafaqu me ta na zakonisht gjithmonë anko Martan. Drejtësia keqe, ky gjykas të ma bën kështu, ma bën ashtu kur pisho, disa njerëz, për shembull, që po folim me mjeksi. Kur pisho që ju konë smut edhe salën e pare ka për shembull të marrim një vi ginekologjin ose neuropsiatrin ose në kirurgjin ose e falenderoj stafin kanë pritje jashtëzakonisht mirë, e falenderoj doktorin ka qenë pritje madhështore, shërbimi ka qenë nivel kur janë smut, kur ata që janë mytë të shoh pa pastërti, ato ko njëjtë po më merr mendja edhe te drejtësia. Qëre, është shumë e thjeshtë. Na projektin tash që e kemi, do të thotë është bazohet në dhana. Edhe që është shumë interesante njerëz
perceptimin njerëz që nuk kanë lënë për gjykata, besimin në gjykata dikon 27 deri 28%. Nuk besojnë. Nuk besojnë këtë këto muhabet kafeve po flas. Njerëz shfrytzues të gjykatave që kemi arrit me një numër përmi 1000 vetave. Domethënë kanë dalë përmi 76% që janë të kënaqur me shërbimet e gjykatave. Edhe pse nuk e kanë fituar, se domethënë që unë se fitova lëndën tash gjykata e ka fort. Me rasti procesi më shkruaj. Procesi, mu prit integriteti, çu po trajtohesh, mos mu vonu, mos mu të shtysanca pa pikë nevoje. A din çto është zhagitjet që po bëhen shpesh. Domethënë që ky është dallimi me perceptim. Unë po të them fatkeqësisht edhe shoqëria civile që konsiderohen mjaft profesionist. A janë aktiv? Pa jam bra aktiv, po më do këtu në shumë keq edhe s'kom qef se na i kemi edhe si partner, po shumë shpesh punojnë me agenda. Që fatkeqësitë na, po alo nuk din me nda rasti kur është në polici, kur në prokurori dhe kur është gjykatë. Domethënë një rast që alo s'ka kaluar as në prokurori e akuzojnë gjykatën. Gjykata që ka me bëj gjykatën që s'kan pranuar një rast. E vërtet. Kështu që është pak duhet më kon, po mandej po dalin shumë shpesh me lajme të gabuara. Mandej apo dojnë me kërku mu të rehek fjalë, pa ajo veç po shkon që thonë kur të fol diçka më merr kishe xhami mo u kry që dhe lajmi i parë është lajmi më i mirë, tjerat mandej le të shkojnë sa dush. E tash po thomën kush është në sistem, kush ka pas rast, mundem me pa, më ka rastis një herë me pas një rast me nënën këto rrugat jubilare, që është standard. Domethënë trajtimi që shruboja nëna më thajnë më çudit për të mirë. Gjykatën me prisja. Edhe as nuk e kanë ditë çona, tash mos tom se në shumicën e gjyqtarëve ngjose se kemi pasur që 8-19 vjet jo me ta. Po, domethënë as i kom thonë kërkujt as kom intervenu, kërkon as kom pas nevojë, se unë e di që është sistemi mbrana, e kom një rrugë ligjore, si kom thonë kërkujt aty jo me të maksisane. Qysh zakonisht na menojnë që shkon çashtu. Çashtu menon, po tash sistemi gjyqësor i ka këtë mekanizmat, po thonë ka sistemin CMS-in që është SMILI apo që thonë sistemi për menaxhimin dhe informativ landëve, domethënë gjithçka është automatike. Ti mundesh me hisot online me këshir se cilën land ku e ki, kush e ka, cili gjyqtar e ka, s'ke nevojë të më thik dikon jam, veç kallzom se gjyqtarin po t'jap çka. Ajo ka shumë e panevojshme që sa kohë, po njerëz ashtu, dikush ashtu funksionon. Edhe do të thotë sistemin tash jemi tu projekti fatkeqësisht janë çdo do të ndalesa që janë tash për tash jemi. Po, pidim krejt gjithë to këtë botë. Domethënë është tu implementu marrja e certifikatës falimentimit online. S'ki nevojë më me shkon gjykat me apliku falimentimit të bizneseve. Të bizneseve. Për shembull, ai vjen pi Dragashi, do të marr në Prishtinë me apliku një herë për certifikat. Me shku më këtu në Dragash, mas e marr mas 2 ditë. Tash e bën online, e merr për shembull do me apliku për një grant për diçka aty në kompanive ju vijnë, që nuk janë falimentim apo janë procesin po. Që ato është gati tu përfundu, e-filing është pa ditë online. Mos ki nevojë më shkon gjykat me bë pa ditë, ulesh për shpikë bën e pagun taksën e krejtë edhe e pa ditë. E pa ditë, veç dosh mi pas normal, gjitha shënimet edhe veç vazhdon. Mundon qytetarët vet, mundon me një asistent dikujt. To e kanë bë fal juve si organizatë që ju keni ndihmu këtë sistemit ata? Jo se ide ka çat trashëgimi e dim këtë, që 25 vjet domethënë tu fillu prej ndërtimit të objekteve gjykatave, që i kanë. Që duhet më kon. Pse Bertan që tu s'keni mujt me shti pak unë e kom tash një seancë po dije për shembull. Është një dhomë që studioja më shumë e madhe, është shumë e vogël. Që aty janë atë 4 paditur. A janë raste civile. Civile. Fatkeqësisht gjyqtarët nuk i përdoren sallat e gjykimeve. Sidomos raste civile i përdorin zyret e veta. Zyre, po. Që ajo është e keqja, se gjykatën e PD-s po është renovuar me gjykatë e re, di. Po e re, po çfarë? I kanë 3 salla më zgabofsha. Nuk i di unë në zyrën këtu i moj. Edhe shumica gjyqtarëve civil i përdorin rastet, po më i ndëgjojnë rastet në përzyret veta, nuk e di pse. Kanë seanca, po më i kanë sallat e gjykimeve, sallat ekstra moderne. Ka me lypile, kom i thonë gjykatit. Pse ju, po qëre, ma shumë i dojnë prioritet rasteve penale, apo në e rasti madh, kur opshan rasti që ka qenë me katedralin, këtu për marrë rastin e Prishtinës, diçka manastirit, Deçanit, diçka që ka për shkak mediave, ma shumë e bo. Mediave edhe ka interesimat madh, ka palë ma shumë e marrin, po përgjithësi, po në sallat e gjykimeve, prioritizon për rastet penale. Unë pa ta shku një herë në gjykat qarkut në Prishtinë, në atëherë jepshin autorizimet në gjykat. S'ka pas notere këto mi po. Kur se harroj, tash mu mjeshin si lera den aty edhe do të kemi pagu 5 euro taksën për me marr, po mu qun 5 mëngjes. Me marr numrin, me prit në ran. Në 8 janë kohë 1-2 vjet që puneshin aty, 8 që janë kohë ata gjykat komunale e kon këtu. Komunale, çashtu te muzeu. Te muzeu. Në çoshi qarku ti thëshin. Ajo komunale. Komunale te Fontana. Te Fontana. Edhe aty ato lovi alla kom një autorizim me marr laba edhe kurse harroj
ishte erdhe një 3 gra mbikëqyrëse të organizatave të huja. Garant kanë qenë që ju i menaxhoni ose i ndihmoni qysh musil ato. E unë një 3 gra aty që shkujnë ato. Qysh i trajtojshin ato bre, Artan. Të ndryshe. Ja be, a u mënej ka jo. Sorry aty. Që të me tipo ka zënë mu, aty që të napërën në shpitin. Aty janë orë të veç po vinë plaka kështë me bo diçka, se kitë që është e rroga. Të i marin 10 mjera në këtë skitë të tap, e i msheshin me do vulla, me do aty, të menë një 20 zyre, me të njofshëm. 20 zyre, u dufke me shku të nesërmit, me marat autorizimin me vull. E mu si i lirë, me të njofshëm, ma to, ma mundësun, me shku në ora një, se shkova. Pa privilegji. Privilegj me marë në ora një. E aty ishin të ujtë, e mu vike kesh me thonë asaj të ujtë, shure për një copë letër që po të garantoj me jetë. Asë që e ka ledzu që ka pasër i saj. Jo që me ditim, po asë që i ka interesu se me rëndësi është vula, që është autorizimi, që ajo është përfundon gjithë shka. Edhe të na i maltretim, që sot që qërë zotit jo noterat, jo këto në sekund. Jo, që tu s'po di aban me përmena emna, do definitivisht me falenderu definitivisht gjyqtarën, që tash është në pension, gjyqtarën Makifeti Saliuka, me siguri e njemni. Gjyqtarja Makifeti u konkretare në qatë kohë e gjykatës themelore, po në gjykatës komunale në atë kohë Prishtinë, është ajo që i ka hek ato, edhe ka insistu, do me thonë normal me asistencë, me do me thonë këshillime të projekteve si tonat, edhe është ajo që ka fillu, do me thonë me hek ato dhe u hek numri për palë, do me thonë u shku. Po këtu prit aty po të regoj Alimi, baba, indjeri, u shku, kemi pas për një tokë, edhe u shku që ashtu, edhe u shku një herë, u shku ai ashtu u shku në ora 5, tham heshin 20 veta për para, nesme ta peto, unë numrin 1 ose 2, tha e kisha gjithë i pare, tham heshin dikur, o arta mërë, tha hajde tha se ai, edhe ka bot më u dash me shkone, ta ne me intervenu, mi thonë ajne, ma së e ku për për kalzu, ju s'ka me kalzu tash, e keni qitë numrin, ma në numrin. Qashtë është. Edhe do me thonë, është që kjo, për përmendi prap Makifeti Saliuka, është që ajo gjyqtarja Makifeti Saliuka që e ka ndërprej këto, edhe në kuan kur është renovu gjykata komunale e Prishtinës, kur i kemi hek, kur në rëdzu zyrat, do me thonë zyrat e gjygymave dhe qajt, mos ka pas, do me thonë u kon administrata hapën në gjoma, taman gjykat model, si kur këtë gjykata tjera që në Kosovë, edhe ka qenë gjithë ka, tash më sti që ka o gjete, që ka o pa. Pa, ty shije, tash në bile thojnë në kom bërë për para. Thojshin ta. Ajo ishë konkret kasht. Tavanin e di që ishë konkret kasht, tavani. S'ka pas, beto. Sikur të nërë që u konë me qashtu i kanë maru me ato farsi tërska. Qashtu, tërska edhe loq. Edhe që është interesant, në qato kushte, do me thonë aty u punu edhe nuk uno las një sekund. Se undo gjykata horizontalisht 2 pjesë, është punu kjo ana, dhe isa Ondrejsh këm kalu knena, se dhe aty më kom pjesë e projektit model gjykata që më bo përmi 31 gjykata që janë renovu. Në Kosovë. Qato po thëmë, USAID ka footprint që thonë në shaj edhe trashëgimin se cilin objekt që është gjyqësor. Do me thonë të fillu, thash, pej gjykatave, pej pajisjeve, pej trajnimeve, pej, nuk po di, sistemeve, edhe sot dhe më kësaj dite, ju vështu po dhe në krejt botën. Tash që ndru, jë ndalë në që pithojnë të palati drejtësis, tash që është ko që e më një malë, apo këtonë, është palat, tani, plus kur ti thu dhe drejtësisë, në dy në është diçka, edhe palati e drejtësia, më s'ki shka, aty s'ki shka, vesh, shka edhe u kry muhabeti. Pse po në kohën, Artan, aty kemi pas në debate, kemi pa në për televizione, në për rrjetet sociale, jo large, jo klima, jo s'po punon në skajri me po në ambient fik. A është si pasoj që kin pas të gjykatat e në rrëth pazarit, rrëth qytetit, me dalë mi kry dhe do pusin, a kemi edhe si adet. Hajde në 10 cakton seancën, vjen 11 ose një avokat vjen 12, tjetëri vjen 1, tjetëri vjen hesh, besa që në vesh një mesazh. Ton këto shpenzime që i kryojnë të tjerve, pa kur fa nevoje, për shkak qefit i liris, se s'mon me marë pjesë. Adin, është e vërtet paka. Po qëre, mundet me pas përzime këto, po që ka pas shkoku Aerosis ka qenë problem, se ka qenë objekti i financum prej qeverisë dhe EU-s, Bashkimit Evropian, edhe fillimisht viti para i dytë me të vërtetë, se gjamat nuk hapën aty, do më thonë është objekt, që i thonë është i mshelën, mos mi qysh, po. Vesh të e kanë menu. Edhe me hekra.
E kanë menun vakt mos me ik, se I ka po këtu, tu mos orë zonës, 10, hajde 11, ose hajde nesër, se ta shtyn, sikur na si po. Që kjo është një problemi më I madh është edhe shtymi seancave. Domethënë kjo është kritike edhe se cilin raport po për çfarë, po ç'është problemi? Problemi është që ato janë penalizueshme. Mu vonu prokurori, mu vonu avokati, gjyqtari ka drejt me marrë masën e dënimit. Mas pare lajmëron për shembull në rastin krye prokurorit mund me lajmëru edhe në avokatëve edhe palën. Një herë, dy herë edhe mund me domethënë edhe me udh Londën në ato raste. Po tash ka pse na kemi bërë edhe analiza edhe në vënesat rasteve, edhe shtymjet e seancave. Ose beja më e bën që sa vjet vetëm që rast I kqyr. Shtymjet. Domethënë janë çuditësh për çfarë arsye vonohen. Për kurgjë? Po. Edhe ndodhi jo prokurori. Meta komunikacion. Po. Ja. Meta. Çfarë do të ta kallëzoj një shumë të mirë. Hajde. Në vaktin e emrimit gjyqtarëve. Po është shumë keq, inshallah gjyqtari tash edhe nuk e di më emën, po më kujtohet.